Presidenti I Partisë së Lirisë Ilir Meta në një intervistë ekskluzive për Syri.net ka denoncuar situatën dramatike të kriminalitetit në vend, teksa popullsia është kurrur. Është dramatike të konstator se niveli I krimeve në vend është rritur me 35%, ndërkohë që popullsia në vend është kurrur në mënyrë tragjike. Ilir Meta ndalet tek aktiviteti SPAK që thotë se vepron dhe godet zyrtar me regji të Edi Ramës, me prova periferike për të manipuluar publikun. Ish kreu I shtetit cek urdhër arrestet që I mbetën në dorë SPAK-ut të angazhuar për vota në favor të partisë në pushtet, apo tek gjyqtar e prokuror si Irena Gjoka e Altin Dumani. SPAK nuk ka hetuar procedurat e palishme të bëra publike të shumë aferave të mëdha, por ka goditur ish zyrtar të caktuar sipas regjisë të Edi Ramës për fakte sekondare apo periferike, në mënyrë që afera ku përfituesi kryesor është Rama të mos vazhdojnë, por edhe publiku t'i hidhen disa bedela. Mos harroni 250 fleta arresti të dështuara nga SPAK. Ata janë të lirë, vijojnë bizneset e tyre dhe kanë mbushur kuvendin me super deputet, teje të votuar edhe pse të panjohur. Periudha e Dumanit dhe Irenës, gjyqtare speciale të gjykatës speciale, do të kujtohet si periudha e revolucionit kulturor në drejtësi. Meta komenton edhe ndryshimet kushtetuese me 140 vota dhe pasojën e vendimeve të Edi Ramës me bekimin e Charles Megonigal dhe ndërkombëtarëve, sikurse thot ai, sorosist. SPAK është pjellë e një dhunimi të kushtetutës që u votua me 140 vota në 22-23 korrik 2016. Mos harroni dhe lexoni kushtetutën, ku me 140 vota u fiksua në nenin 179, pika 13 se, deri në zgjedhjet parlamentare që do të mbahen pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, por jo më vonë se data 1 shtator 2027, zgjedhja e inspektorit të lartë të drejtësisë dhe e prokurorit të përgjithshëm do të bëhet me 2/3 e anëtarëve të kuvendit. Zgjedhjet e tjera do të bëhen me 3/5 e anëtarëve të kuvendit. Pra nuk ishte faje 140 votave që ndryshuan kushtetutën, por I shkeljes flagrante të kushtetutës me 69 vota që bëri Edi Rama, me bekimin e Megonigalve dhe korit sorosist ndërkombëtar. Dumani dhe Irena janë drejtësia pa frena. Ilir Meta deklaron se hetimin e aferës me fondet e IPARDit e pengon Edi Rama, ndërsa ngre pikpyetje se përse një skem që e zbardhi emisioni investigativ Plug në Syri Televizion nuk e zbardh dot SPAK-u. Nëse SPAK-u I Dumanit do të kishte një ndjenjë minimale të interesit publik, do e kishte zbardhur prej 2 vitesh aferën e fondeve të IPARDit që u ka mohuar fermerëve tan 112 milion euro çdo vit. Si shpjegohet që këtë aferë e zbardh në detaje një emision si Plug me 3 veta personel dhe nuk e bën kjo strukturë me 20 prokuror dhe 50 punonjës të BKH-s të tetë paguar. Se nuk I lejon Edi Rama, I cili e sheh braktisjen e bujqësisë si rrugën më të efektshme të shpopullimit, përveç se te kjo aferë është vet ai. Sipas Ilir Metës, zbardhja urgjente e aferës së IPARDit ka impakt direkt tek 40% e shqiptarëve që merren me bujqësi.